Mafia shqiptare, djemtë që Europa I njohu në errësirë. Europa I pa fillimisht si emigrant, me çantën në duar, me sy të lodhur, me ëndra të varfra. Por shumë shpejt, disa prej tyre u kthyen në emra që përmendeshin në përdosje policore, në lajmenate dhe në rrugë, ku frika flinte bashk me njerëzit. Kjo është historia e errët e mafias shqiptare. Jo histori filmash. Histori djemsh të vërtet, me gjak, me armë, me fund tragjik. Vitet 90, Shqipëria po digjej nga kaosi. Kosova po hynte në luftë. Në përporte njerëzit shtyeshin për një vend në anije. Disa iknin për bukë, disa për shpëtim, disa për pushtet. Në rrugët e Italisë filluan të dëgjohen emra shqiptarësh. Në Milano, në Bari, në Rom, më pas Londra, qyteti ku shumë grupe shqiptare u ngritën në eshtje. Një nga emrat më të njohur që u përmend në mediat britanike ishte Dritan Rexhepi. Një histori ratisjesh, burgjesh dhe rjetësh droge që u shtri në disa shtete të Europës. Ai u kthye në simbol të botës kriminale shqiptare jashtë Ballkanit. Emër që policitë europiane e përmendin shpesh në hetime ndërkombëtare. Në Belgjikë dhe Hollandë, dosjet nisën të mbushen me emra shqiptarësh të lidhur me trafikun e kokainës dhe rrjetet kriminale. Në Angli, gazetat filluan të shkruajnë për Albanian gangs. Dhe kështu emri shqiptar filloi të ecë mes dy botëve. Në njërën anë, emigranti që punonte ndershëm, në anën tjetër, djemtë që hynë në botën e errët. Por ajo që shumë nuk e kuptojnë është kjo. Shumë nga të djemë nuk erdhën nga luksi. Erdhën nga rrugë pa drita, nga familje të thyera, nga lufta, nga varfëria. Disa kishin parë vrasje që fëmijë, disa u ritën me armë në përduar. Dhe kur Europa u ambylli dyert, ata hynë nga errësira. Në botën e mafias shqiptare kishte një rregull: besnikëria. Tradhtia nuk falej. Grupet shpesh formoheshin nga njerëz të njëjtit qytet, të së njëjtës lagje, madje të njëjtit fis. Ata nuk kishin nevojë për letra. Mjaftonte fjala. Në Londër, shumë prej tyre jetonin dy jetë. Ditën si njerëz normal, natën si emra që policia I kërkonte. Makina luksi, para të mëdha, klube nate. Por pas gjithë atij shkëlqimi, ishte frika, sepse bota e krimit nuk të jep qetësi. Të jep vetëm dy funde, burgun ose varrin. Shumë përfunduan të vrarë, disa në prit, disa në larje e sapesh, disa u zhdukën pa gjurmë. Dhe në fund, mbetën vetëm fotografi në për dosje policore. Por kjo histori nuk është vetëm histori krimi. Është historia e një brezi të humbur mes kaosit të Ballkanit dhe etjes përpara. Një brez që iku nga varfëria dhe përfundoi në errësirë. Sot, kur Europa flet për mafian shqiptare, shumë shohin vetëm armët, drogën dhe parat. Por pas çdo emri ka një fillim. Një fshat I varfër, një nënë që priste telefonatën, një djalë që dikur kishte ëndra normale. Dhe ndoshta kjo është pjesa më e dhimbshme. Sepse askush nuk lind mafios. Disa bëhen të tillë rrugës. Kjo është rrëfime të heshtura, aty ku historia tregohet ndryshe.